një botë tipike shqiptare ku shoqëria e sheh vetmin si izolim, si gabim, si një njeri pa arritur, ka gjithmonë nga ata që duan të jetojnë vetëm. I pëlqen jeta e tyre, janë shumë mirë me veten, me statusin personal dhe shumë pak i bëhet vonë se çfarë mendojnë të tjerët. Sepse në fund të ditës ne duhet të jemi mirë vetë që të bëjmë të lumtur ata që na rrethojnë. Të paktën kështu e mendoj unë, më duket se kështu e mendon edhe i ftuari im i radhës për të vazhduar në këtë linjën e debatit që sot na ka sjell shumë tema këtu. Ai padyshim që do t'i hedhi zjarr benzinës, jo benzinë zjarrit, sepse ai i bën gjithë botën lëmsh. Kështu që kam kënaqësinë të kem të ftuar në këtë studio sot Andi Vrapi, gazetar dhe mik i imi. Mirë se erdhe, Andi. Më prezantove si isha profesusin 100 beqarëve në 20 vjeta dhe shumë suksese. Jo, jam vetë. Jemi të gjithë, kam përshtypje. Ja, ku të kam lënë vëndit. E bëra pak kastile këtë për t'jetur zjarë benzinës dhe benzinë zjarit për arsye se e di që ti... Ke ndjetë mirë se edhe kjo nuk është më i qetë se unë, kështu që... Des t'i bësh lëmsh njerëzit. Nuk besoj se i bëj lëmsh, thjesht tregoj që janë lëmsh, nuk është se i bëj unë lëmsh, njerëzit janë lëmsh. Nuk e di nëse na ke ndjekur, po më thanë që na ke ndjekur, ke ardhur herët. E ke parë që sot kemi folur për 2 tema të rëndësishme deri tani, living apart together, të jetosh bashkë për të ndarë në shtëpia, që kjo për shumë mund të jetë një pyetje edhe për ty pak për ta kuptuar, sepse vajzat i kam shumë partizane sot që jo nuk bëhet. Dhe kemi folur për martesë apo mbijetesë. Kemi 2 të martuar aktualisht, kishim 3. Ca ikin, ca vinë 4, që se kush ka një opinion të vetit. Dhe tani jemi tek momenti ku duhet të sqarojmë për publikun. Po ti jetosh vetëm, si është? Pra, është një zgjedhje, është një luks, është një zgjidhje, pra si është? Megjithatë, përpara se ne të flasim së bashku, ti e di si gazetar që je duhet një serë që t'i fusim pak njerëzit në këtë temën tonë dhe për të folur më shumë, që le ta ndjekim në këto momente dhe vazhdojmë këtu debatin shumë të këndshëm. Nuk i premtoj regjisores time që ka të lumtur këtu, sidomos Ida, pasi dëgjoj që duhet rrim vetëm se na bën më mirë. Po, s'ndajmë një të mendim që të temë piti zertit. Unë nuk mendoj kështu. Po si e mendon? Ndoshta, do më thonë, nuk është se kam, se ato që dëgjoni edhe shumë më thonë kjo e shkreta, ose shkretja i, nuk do thonë e shkreta. Do thonë, sigur shoqëri pas ka ardhur ky, unë jam natyrë hiperaktive, që gjithmonë jam rritur në ambiente me shumë njerëz, vetë sporti më ka bërë njeri shumë social, që gjithë kohës kem qenë e shoqëruar dhe nuk e kam perceptuar ose realisht nuk e perceptoj dot që të rri vetëm. Unë edhe kur më thonë që për shembull më mjafton të dalë të pi një kafe vetëm, unë kur lë takim për shembull, nëse lëm takim bashkë të pim një kafe Fjodora, nëse ti vonohesh 5 minuta, më thuaj se unë dal një xhiro nëpër dyqanin dhe kur të bëhet ajo kohë, takojmë të dyja bashkë, se unë nuk rri dot vetëm në kafe. O drejtua Andi. Jo, nuk e drejtova, thjesht se s'pashia. E pa një herë mirë. Jo. Okej. Se më thënë drejtën, unë e them gjithmonë që koha vetëm është një nga momentet më të mira që njeriu mund të kalojë. Kam lexuar edhe vetë kam dalë në përfundimin që kur njerëzit e kanë vështirë të rrinë vetëm, aty ka diçka për të zgjidhur me veten, që ata e shmangin, jo për të personalisht. Unë shtrihem krevat në darkë dhe filloj mendoj me veten time dhe jam gjallë vetëm. Nuk je se tani që ke me një njerëz po vetë. Kur flet gjumë, që do flesh gjumë vetëm jemi me mendim të. Që të edhe në ëndra vetëm jemi bo. Jo, në ëndër shoqërohem, unë gjithmonë kam në skenar me njerëz jam prap, po ide. Në ëndrat me skenar. Më ke rregulluar jam vetëm. Unë mendoj që njeriu duhet të jetë i hapur për të qëndruar vetëm në mënyrë që të qëndrojë me të gjitha ndjesitë që ai ka. Çfarëdo ndjesish që ai mund të ketë, duam procesuar vetëm, jo çdo gjë mund të procesohet me njerëz rreth e rrotull, sepse ti shpërqendrohesh. Pra nëse unë kam një ndjesi negative, kam pësuar një humbje, nëse jam me njerëz, nuk arri dot ta procesoj në 100% e vet me njerëz i rrethuar dhe duhet që natyrisht të qëndrosh vetëm. Kto ka dhe shumë studime psikologjike dhe sociologjike që e vërtetojnë që koha vetëm është një nga mënyrat më të mira se si njeriu mund të gjejë realisht çfarë dëshiron, të gjejë zgjidhje për problematikat e tyre, por edhe ta shijoj. Unë jam njeri për shembull që udhtoj shumë vetëm dhe aq shumë kam udhtuar vetëm sa që tashmë kam problem të udhtoj me njerëz, se unë jam mësuar që
ta shijoj lirinë në 100% e vet, pra të çohem kur unë dua, të drekoj dhe të darkoj aty ku unë dua, të eci ndoshta më shumë se ç'duhet, por që dua të ecë, ndërkohë që kur jemi njerëz të tjerë jep pak sa i limituar. Po kjo është zgjedhje. Nëse dikush, unë për shembull më ndodh, jo shumë shpesh, po drekat kur e kam me shpejtësi shkoj ule me konsumoj vetëm dhe iki. Po nuk të duket pak që njerëzit të shohin çuditshëm kur je vetëm. Po shikoj, njerëzit të shohin çuditshëm. Do të vetëm, dikush vjen të flet, dikush të njerëzit të shohin çuditshëm dhe ti kur vish është shumë bukur dhe të pëlqen vetja dhe njerëzit të shohin çuditshëm se nuk e kuptojnë. Që nuk është një problem shumë i madh për mua që njerëzit mund të të shohin vetëm apo mund të shohin vetëm. Njeriu nuk do të ecë me parimin që po thon njerëzit, çfarë mendojnë njerëzit për Unë mendoj që kjo që tha Fjodora është shumë e rëndësishme. Vetmia në përgjithësisht të qëndruarit vetëm është pjesë, është një luks i kohës. Të dish të rish me vetëm për mendimin tim ka shumë njerëz që nuk e kuptojnë. Po, është një luks i kohës të cilën kjo vetmi do të shoqëroj për gjatë gjithë jetës. Por fatkeqësisht shoqëria njerëzore, sociale ku jetojmë, gjithmonë kur çohim vetëm të pyesin, "No, po pse je vetëm? Çfarë ka ndodhur?" Do të thënë, sepse nuk e kuptojnë që është zgjedhje në fund ditës dhe jo i ti e detyruar të qëndrosh. Ti realisht po vi vetëm se do të reflektosh diçka. Pikërisht, jo se s'ke me komunet edhe ajo diskutohet, po që prapë ti ke diçka që mendon. Njerëzit lidhin vetmin me fatkeqësinë, pra me diçka e keqe që Jo, edhe njerëzit kur rrin beqar, rrin se duan të rrin beqar, me këtë rrin. Njerëzit e konsiderojnë që mos është problem. Kur në fakt ndoshta nuk është problem. Vetëm e gjen një zgjedhje. Është një zgjedhje që ti e bën për të ushqyer shpirtërisht, për të lexuar, për të krijuar, është shumë e rëndësishme. Çfarë ndodh me ty? Po gjej me vëmendje se jam në ata njerëz që është 11 vjet në marrëdhënie, edhe lirinë e vet personale, që thash në fillim, e kam nevojë, sepse nëse unë për shembull dua të marr një vendim për punën time, nuk mundem të kem as një mizë që të më bezdisë, sepse dua të fokusohem tek ajo që dua të bëj. Kupton? Ku do të dal? Se kur merve një vendim ti me punën, normalisht duhet ta diskutosh në familje, se s'mund të marrësh vendimet vetë. Jo, sepse ka të bëj me punën tim. Sepse ajo që... Tani ti mund t'jesh pak euforik, mund t'jesh pak i mërzitur, mund t'jesh shumë i lumtur. Me le të them diçka, nëse unë e flas punën time, flas për për kundra Idës apo kundra Erikut? Kundra Idës. Nëse unë për punën time e bëj zgjedhjen time personalisht, edhe gaboj, e kam fajnun. Nëse unë bëj një zgjedhje që dikush tjetër më ka thënë, s'do kërkoj problemin tek vetja. Do kërkosh tek vetja. Unë s'po them të bësh atë që do thot dikush, do thot partnerja. Po them të uleni të dy dhe ta konsultoni këtë gjë. Nuk duhet mendimi ju të fare. Po si su dash, po ti punën që po bëj që në fund çfarë ti ato të gjitha ardhurat ti sjell te familja, vetëm një minutë për gjësia ime. Po pra normalisht ti e diskuton, sepse ti mund të jesh nervoz, mund të jesh euforik. Të lutem, ta lëm pak Erikut ta mbaroj mendimin se ka gjë që nuk po e mbaron dot atë që do të thotë. Dhe ka disa gjëra interesante të cilat unë ja dëgjoj nëpër dhëm këtu dhe nuk arrin t'i artikuloj. Për shembull, po thoshte pak më parë që pengesat kalohen edhe duke besuar tek feja dhe me këtë rast kuptova që ti dhe bashkëshortja jote besoni. Ashtu dhe, kështu që ata kemi sa parime në jetë, po. Duke gjetur atë forcën tek Zoti apo tek parimet që keni ju tentoni të kaloni vështirësitë. Dhe e dyta që ti po, edhe kjo je, dhe kjo anë, por je dhe kjo ana tjetër, ku liria jote personale, liria për punën, jo ajo liria e tjetuarit në një shtëpi tjetër, po kjo tjetër është shumë e rëndësishme. Tani më mbaroi deri në fund mendimin që të shkoj pak te Bruno për ta. Edhe doja me dal në kukat bëj me gjëra që janë të rëndësishme personale, nuk mundem të jemi një person tjetër, sepse dua përgjithësinë ta kemi 100% unë. Tani, siç e mendoj unë si burr kam të drejtë që të marr vendimet e mia dhe nuk mund të përfshihet kurse si partnerja në vendimet e mia, që unë dua t'i marr vetë, sepse gruaja, partnerja, shpesh më emocionale se unë që jam burr. Unë merrem me vendimet, unë marr, si ta shpjegoj, e zëm në qoftë se gruaja është sëmur zakonisht, të paktën me aq sa kam unë eksperiencë, kërkon që ti t'i ledhatosh kokën, t'i flasësh, ta marrësh me të mirë. Është pak paragjykim, Bruno. Unë them në përgjithësi. Në përgjithësi, po është pak paragjykim. Në përgjithësi, kurse ne burrat e kemi shumë tesh, hajtë shkojmë në spital. E kupton se s'mund të bëhemi dhe doktore dhe çdo gjë. Jo, atë të kundërshtoj pak ose pa lodhur ta kundërshtoj këtë. Sepse jo, po thotë që gratë janë më emocionale, prandaj ti nuk mund t'i lësh vendimarrje, por nga ana tjetër burrat janë nuk mund ta stresosh më tepër. Nuk kemi kohë të stresohemi ne realisht
spitali ku ne dim gjithë që burrat janë të parët që alarmohen. Që bien të parët sa ngriçohet temperatura 37 gjys. Nuk e kam. Hajde dhe ti, hajde. Do një apshtrir dhe unë një. Po pra. Dorina, ti si mendon pak edhe si punonjës sociale dhe si puna ime është nga profesioni dhe nga problematikat që ne hasim e kalon shumë shpejt burnoutin. Edhe realisht, domethënë, t'ja përçosh partnerit tënd, familjes tënde çdo lloj rasti, domethënë i bie që këtë stres ta zgjasësh e të merresh, domethënë fatkeqësisht më është dashur shumë kohë për këtë, sepse dhe unë dikur shkoja te familjarët e mi, kishte raste ekstreme të cilat normalisht njeriu është njerëzor mbi çdo gjë, mbi çdo profesion dhe ti te i çon familjes. Për shembull, kam pas një rast shumë vështirë, Fjodor, kur kam çuar 3 fëmijë të mitur në jetimoren e Shkodrës dhe kam përjetuar një depresion në atë periudhë. E ti thua që nuk je dakord që ta çosh këtë gjë në shtëpi? Pikërisht, dhe këtë gjëja kam transmetuar nënës time dhe kam përjetuar shumë keq. Po ti edhe nëse nuk do ja thoje, do e përjetoje vetë, ajo s'do kuptonte çka kishe ti domethënë. Pa diskutim, po dua të them që kur je në një raport, në një marrëdhënie, në një martesë, nëse edhe partneri do bënte të njëjtën gjë me duke ti transmetuar gjithë problematikat e tij pa siguritë, atëherë do kishim një marrëdhënie të kish njëri që nuk e ditur të rish vetëm, dhe ti asimilosh problemet. Jo, në fakt e kundërta, unë jam një personi që di të rri vetëm, që më pëlqen ta kem hapësirën time personale, sepse kjo ndoshta vjen nga karakteri im apo nga identiteti, mua pëlqen shumë të shkruaj, kam bërë libra dhe normalisht natyra e një, po, e kërkon pa diskutim këtë vetmin. Doja të Se kam një pyetje për ty, se dolëm nga tema e vetmis. Ne po ka përcim sot, kështu që jemi okay. Sot kemi ka përcim. Rreziku që ti të shkosh në izolim, këtu është shumë i madh, sepse ti duke u përpjekur të shmangësh familjen ose partnerin, pa hyrë fare te familja. Ti harron një fakt shumë të rëndësishëm, që ti je bashkë me partnerin së bashku për një arsye shumë thelbësore që ti lehtësoni dhe jetën njëri tjetrit. Pra, nëse ai është i gatshëm që ty të ndihmoj dhe të dëgjoj, po është problemi. Nuk është problem, por thjesht nuk duhet ta mbigatoj marrëdhënien tonë. Ti je vendim për atë. Jo, s'është e pamundur, ti mund të thuash problematika më të lehta, por nëse ti këtë gjë unë besoj që ka një partner, ne mund ta konfirmojmë që nuk do, kur e shef partnerin e vet që është stresuar, ti vi në krah. Po edhe nusja bashkëshortin, po patjetër. Ne themi si ta minimizojmë. Tani varet edhe me çfarë me rritur në familje. Nuk e besoj, do të më ndihmoj për shembull partnerja mua. Si mund të ketë partner, mund të ketë meshkuj të cilët janë shumë solid shti Bruno. Mund të ketë partner që janë realisht shumë impulsiv dhe një diskutim me nusën dhe një logjik pak më e ftohtë, ty sigurisht që do të ndihmoj për të logjikuar dhe për të arsyetuar situatën. Asnjëherë më ftohtë nga imja, prandaj. Nuk më duket. Çdo gjë ka një pse. Në moment që ti ja thua partnerit, do të thotë se po kjo këtë nuk artikulon. Nëse un kam një nëse ndjek dhe ndjek 5 karaktere të ndryshme, përfshirë dhe mua këtu dhe Tani, ashtu si që në bëtoja pak më parë, kjo varet nga mënyra se si ti e rritur. Nëse ke qenë një fëmijë cili në familje nuk ja hapur shumë me familjen, nuk e krijuar, ke qenë më i pavarur. Unë personalisht me gjithë vllajën jam rritur në një familje me një nënë dhe një baba që ne tregonim çfarë do lloj gjë na kishte ndodhur, që nga momenti që kishim dalë nga shtëpia deri në momentin që ne ktheheshim në shtëpi. Dhe kemi qenë të hapur për çfarë do lloj gjë. Kemi patur një mentalitet në shtëpi që nuk kemi nguruar kur të thonim të vërtetën dhe çfarë do lloj gjë na kishte ndodhur. Kjo nuk është problem, ndoshta mbahet nga çështja. Nëse unë jam në dyzim me vendimin që do marr për një çështje për një rast fëmijësh, unë nuk e kam mendjen që ti përgjigjem pseve, siç tha Bruno, që pse ke bërë, sepse vin pyetjet efekti domino. Ai do të thuash se mori problem. Fakti që nuk artikuloni dot problem. Jap zgjidhjen e duhur dhe punën time. Po nëse ju nuk artikuloni problemin, e keni të vështirë për ta zgjidhur. Është rregull psikologjik. Është efekti domino. Ka një pyetje si një pyetje ti ndërkohë duhet të qëndrohesh te atë zgjidhjen e duhur në të kthej edhe një ti thjesht po thua thelbi i bisedës. Sidomos puna sociale nuk ka asnjëherë një përfundim. Është një punë që nuk ka rezultat. Ti bën të kthehet rasti në pikën 0 dhe shiko, e di pse jemi të bukur sepse jemi të gjithë me ngjyra të ndryshme, s'mund të ishim bardhëzi dhe prandaj se kush ka një koncept vetim. Por unë do të të pyes ty Andi, pse shoqëria shqiptare e sheh vetmin ose të zgjedhurit për të qenë vetëm si disfat,
si dështim. Dhe nuk din të përqafojnë dhe nuk din që kur të takojnë të thonë sa mirë, të lumë ty. Do me thonë, bravo. Po ajo që thonë, tani e vash. Jo, se thonë, je shumë mirë lumë si ti se e beqarë, thonë shumica. Ja, po të në konotacion tjetër. Këtë në konotacion për të ankuar për marrëdhëniet e veta, kanë hallin e vetë. Po gjithsesi, e thonë unë nuk di të t'jap një përgjigje definitive, por paktën me Ajsa kam parë unë ose me grupin tim shoqëror, me njerëzit që më rrethojnë edhe i kam pyetur ose u a di problematikat. Unë mendoj që të qëndruarit vetëm dhe të komunikuarit, si më thënë, me ndjesitë tua, do pak guxim. Pra ti duhet jesh shumë i qartë me veten tënde për të qëndruar vetëm me mendime dhe me ndjesitë tua. Pra gjëra që ti nuk ke frikë t'ja pranosh vetes, nuk ke frikë t'ja thuash vetes. Dhe vim në shoqërinë shqiptare që ne, si më thënë, e stigmatizojmë veten para se të na stigmatizojnë tjerët, paragjykojmë veten para se të na paragjykojnë të tjerët. Edhe në momentin që ne paragjykojmë veten dhe i mohojmë ndjesi që ne i kemi, pra të vjen turp për një gjë por e ke të vështirë t'ja pranosh vetes se ti ke turp për këtë gjën, është e vështirë ti të qëndrosh vetëm. Prandaj dhe e shohin si gjë negative, pra duke mos e përballuar dot, vendoset etiketa që kjo është gjë negative dhe askush nuk duhet ta bëjë. Megjithatë, a kemi ne luksin në një moment ku duket shumë e rëndësishme ta kesh veten trethuar me njerëz, me rrjete sociale, duhet bësh patjetër gjithçka, duhet tregosh që je i lumtur, duhet tregosh që po bën një jetë shumë të bukur. Unë mendoj që e ke, për shembull, ti mund të gjesh, nuk është të thënë që ti duhet qëndrosh një afat të caktuar, 1 orë çdo ditë. Ti mund të qëndrosh dhe 30 minuta pas palestres, ti mund të ulesh edhe të konsumosh diçka vetëm, ose para se të hysh në punë, në turnin e punës, ti mund të ulesh vetëm dhe ta konsumosh vetëm atë kafen dhe mos të rrasësh dikë tjetër dhe të fillosh të bisedosh. Kam një koncept pak më të gjerë, kam në konceptin e vetmisë edhe në çift, edhe në zgjedhje, sepse ne tani jemi të rritur dhe zgjedhim, për sa kohë nuk gjejmë ndoshta ose na pëlqen të jemi vetëm. Ti the që unë shkoj shpesh në udhëtime, në koncerte, unë të kam parë, të kam ndjekur, shkon vetëm pa miq, pa shok, tek pull vetëm. Çfarë të çon vetëm? Dhe si e përjeton atë ndjesi vetëm që nuk e ndan dot me një njeri tjetër? Shiko, është e vështirë që po mendoj, zën miq të ri në udhëtime? Zën miq të ri, domethënë. Jo, për të gjithë ka një drejtë. Unë mendoj se ka shumë të lehtë pasi i poston në rrjetet sociale. Dhe në rrjetet sociale do marr komente, do marr mesazhe, edhe ti nuk poston vetëm, po vetëm poston gjithkohës, kështu që nuk do të thotë që je vetëm. Po dai, për këtë enigmën, prandaj vëllai për Nuk është kjo. Më pyeti mua, pritse më pyeti mua. Personale. Pyeti mua. A e hodhe nga unë? Po pritet më pyet, ti hyre edhe unë të shtyva. Shiko, e para është e vështirë që unë të gjej njerëz që kanë ndoshta të njëjtin që duan të bëjnë të njëjtin udhëtim me mua. Se ja ku dolëm Ekonomikisht, nga dëshirat e të gjitha të tjerat. Shto këtu anën tjetër pastaj që unë duhet ta shijoj udhëtime dhe shumica e njerëzve kur bëhen grupa, kur ikin me njerëz ti duhet përshtatesh edhe me njeriu tjetër. Gjë që unë refuzoj ta bëj. Pra, mundësia financiare përshtatja. Po dy mendoj që mjafton. Mjaftojnë, janë shumë. Janë 2, po janë shumë. Njeriu lind i lirë, por nga dosh ka pranga, dhe martesa është si puna atyre prangave që ne i zgjedhim vetë. Pra, hapësira personale, të qëndruarit vetëm, janë disa koncepte që çdo kush nga ne i përshtat me mënyrën e tij, me mendimet e tij, me interesat që ka dhe me arritjet që don të bëj, domethënë. Është sigurisht një temë e cila në fakt në rastin e Erikut këtu ndahet më së miri, edhe martesa dhe koha me vete. Unë po e shikoj Erikun si ndoshta një njeri i cili ka mundur dhe pse është i ri, të gjejë një formulë të artë me bashkëshortën e vet. I ri, kemi kalu 30. I ri. Po formula e artë nuk ka lohet. Thjesht ne kemi shumë dallga, martesa është tërkohës lartë e poshtë, si rajt e zemrës. Problemi është që tolerusim familja. Të dy. Po ideja është që të bashkë bisedosh. Nëse ti ke një problem, e flet. Nëse ti ke një kërkesë, e flet. Nëse partneri thotë jo, gjë mënyrën të thotë po në mënyrën e dur. Se nëse ti thu, gjo, dua të shkoj të kjo në leshje futbolli. Jo. Pse jo? Ty për çfarë të prish punë? Po ja, 1, 2, 3, nëse arsyet timi që ajo më jep mua, më plotson, atëherë shoh krahun e saj dhe them okay, mase ke drejt. Por nëse nuk më bind komplet, do të ajo të kuptoj konveshtrimin tim. Edhe ne këtë gjë e humu për një periudhë caktuar, gjithmonë do të na mesi lidhjes,
Çfarë, diku nga viti 3? 4 aty. Filloi të humbasi dhe ishte një periudhë shumë e ftorë, më thënë, edhe pasaj kur lindi fëmia ishte dallga numër 2, më thënë, e vështirë prapë, sepse unë fleja më tepër, ajo flinte më pak, kjo është biologjike. Mamaja mund ta përballoj me 2 orë, unë me 2 orë, zombi, mos më fol. Aty më duhet vetmia, aty mos më prek. Dhe më thënë, sepse ka. Edhe fëmia jotë është trishta haj. Fëmia, jo, e ndihmoj ndroja panolini, kam bërë gjitha, nuk jam në ata që s'ka bërë asgjë. Po gjumin e ke të shenjë. Po pa gjumë s'funksionoj unë. E kemi në gjithë. Nuk funksionon, kurse gruaja ime superhero, funksionon. Edhe kështu të saj ditë ajo sot gjë. Ligji kompensimit Ai e konsideron superheroj, imagjino. Veçantë se duhet vazhdim se Andin imagjinoj që të mos e lëng të Andin të flasi, llogaritsa shumë ka. Po flitim për çift, unë jam tek ja. Po, nëset, ajo të nxjerr apo Që do ta nxjerr Andin tek një temë e cila me siguri ka për të thënë, që është divorcet e famshme VIP, se i mora sot me radhë, të jetosh vetëm, të jetosh martesë, të mbijetosh dhe të shkojmë tek divorcet VIP. Shkojmë në një insert, ta ndjekim dhe kthehemi në studio në pjesën e fundit të emisionit për të folur për divorcet VIP. Ky është momenti. Dashuria e personazheve publik është gjithmonë në skenë, por dhe fundi i saj po aq. Nga Besi dhe Gjensila, te Princ Leka Elia Zaharia, nga Enada Hoxha e Gerd Vaso, Shpat Kasapi dhe Selvie Jao, e deri te ndarja e bujshme e Ilir Metës me Monika Kryemadhin, çdo divorc është kthyer në titull kryesor. Komentet nuk mungojnë, nga aludimet për tradhti tek statuset e nxehta në rrjete sociale, por divorci i tyre nuk është thjesht problem privat. Ata janë njerëz publik, fansat kanë investuar emocione, i kanë parë si histori shembullore dashurie. Prandaj, fundi i martesës bëhet lajm që përjetohet si dramë kolektive. Edhe jashtë kufive, telenovela e Ikardit me Wanda Narën, apo ndarja e Kiara Ferranjit me Fedes, tregojnë të njëjtën gjë. Divorci i një personazhi të njohur shndërrohet në spektakël publik. Dhe publikut i intereson, sepse këto histori janë një përzierje e thashethemeve, emocioneve dhe pse jo, pak kënaqësi e fshet kur shes edhe të famshmit vuajnë njësoj si të gjithë të tjerët. Je martë i gjatë me këto divorcet. Më që jemi marrë të gjithë, ne që jemi këtu me këto divorce. Jo vetëm unë, të gjithë jemi marrë. Që je ke rëmuar që në fillim ke vënë re ca gjëra, e ke parashikuar, e ke thënë, e ke pastaj je kursyer sepse ca i kemi dhe miqe dhe nuk i prekim dot, por thellë e ke ditur. Po Se shika. t'vin kaq interes publik Po dani, po s'me me lafe. Se nga të rëndisin ka i shumë dhe ne që kemi ndërtuar ideale. Unë dëshoj që ne na të rëndisin. I Kiara Ferranjit në sken nga Fedes në mënyrë publike para. Dhe për sa një Unë divorc. dëshoj, jemi pak hipokrit se unë dëshoj që neve na habisin ai shumë ndarjet apo lidhjet publike. Në fakt nuk na interesojnë fare, por thjesht janë një arsye për të harxuar, si më thënë, kohën edhe vëmendjen tonë. Kur në thelb ashtu duhet jetë. Pra janë lajme që nuk kanë, le të themi, zero ndikim në jetën tonë, janë thjesht për të argëtuar, pavarësisht se ne si shqiptar po japim ndoshta më shumë kohë se duhet, të japim më shumë pushtet se duhet këtyre lajmeve. Ne, po ti të shohë italianët sa ko janë. Por sidoqoftë duhet Të shohë grekët që ulin dhe ngjihen dhe të bëjnë. Për shembull, Se italianët e bëjnë për italianët. Rasos ishte një Po figurë. ne bëjmë më falë edhe për Cristiano Ronaldo në Berlin, sa i kushtoi Unaza, i ka pas debate në për studio. Po Unaza e bukur apo? Ekzistojnë. divorcet Ekzaktuar që mendojnë që problem. Divorcet ekzistojnë. Po flasim ne këtu profesionistët të këtyre punëve. Etalone që i atribuohen shoqërisë, domethënë ka njerëz që i shikojnë si ikona, i shikojnë si njerëz të famshëm edhe Unë dëshoj që Shpat Kasapi shihet tashmë si një ikon, le të themi. Jemi Ka sinqertë. i kohën të shpatit të dalin. Po flasim për vitin 2005, jemi në 2025-ën që sigurisht kanë ndryshuar koncepti i ikonave. Shumë vajza të reja ndrojnë një foto me atë apo siç Andorojnë sot. Sot. nuk e di. Jo, ta them unë po krak. Pastaj ai shumë ka shtuar radhë të visa se shkon Por thjesht janë lajme argëtuese dhe sidomos bëhet fjalë për emra që ndoshta, si për
shembull rasti i çiftit Meta Kurremadhi, nuk është një emër i zakonshëm që lakohet në media, qoftë atyre serioze, qoftë atyre ros për ndarjen, plotësisht ndarje e bujshme se kemi brenda edhe një institucion hetimor. Ndarja tjetër e bujshme ishte çifti Beskallaku Xhensila, duke qenë se vetë lidhja e tyre ishte shumë e bujshme, dasmat e tyre ishin shumë të bujshme, ashtu do bën të buj edhe ndarja e tyre. Prandaj mendoj që këto lajme kanë bërë buj dhe na godasin. Më shumë fakti që ata ndahen apo të marrin vesh pse janë ndarë? Jo, nuk na dhan fare, me thënë drejtën, si publik. Nuk kanë empati. Njerëzit nuk kanë empati. Njerëzit duan të dinë vetëm pse ndodhi. Shumë vetëm thënë mirë që ndan. Kush ishte fajtori dhe për t'u gëzuar ose për t'u hidhëruar në disa raste për ngjarjen. Nuk është se ka shumë gjëra emocionale aty brenda, janë thjesht kuriozitete që njerëzit kanë për jetën e X-it, Y-it apo. Është e drejtë që media të ndërhy kaq shumë në jetën e këtyre njerëzve që kalojnë një dram. Nuk është profesional. Jemi të sinqertë që ka ndodhur që në lindjen e medias ros, ka ndodhur që në vitet 90 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe me çiftin mbretëror që ka ndodhur historikisht edhe ku kam përshtypjen se shumica prej nesh i dinë ngjarje që ka ndodhur. Çfarë na duket pastaj personalisht neve është çështje tjetër, por media gjithmonë e ka bërë këtë gjë, e bën dhe do vazhdoj ta bëj, përsa ka interes publik. Në momentin që nuk ka interes nga njerëzit, si çdo ngjarje tjetër do të vënitet dhe media nuk do ta marrë mundimin për të hyrë brenda. Ti me siguri, një pjesë të këtyre njerëzve për cilën po flasim, mund të ketë pas edhe një njohje personale dhe një lidhje. Sipas teje, a kanë përjetuar me të vërtet dram nga përdorimi i imazhit të tyre në publik? Apo ju ka interesuar edhe për të rritur audiencën apo për të patur një moment? Kjo varet nga individi, se për shembull famën ose vëmendjen publike, të gjithë nga ne kemi prekur nga pak, sa do pak ta kemi prekur, dhe kur jemi gjendur në situata që nuk kanë qenë shumë favorshme për ne, dyshoj që ne kemi menduar hajt se na vlen për klikime, hajt se bëhemi pak më të njohur. Jo, di që kam rritur të shoh këto ditët kohët e fundit që të gjithë mediat thonë, mos është një parim, nuk ka reklam të keqe. Kjo është e vërtetë. Edhe nëse di shahesh, punë e madhe, kupton? Kjo është e vërtetë. Po flasim në aspektin. Kush është e vërtetë që nuk ka reklam të keqe? Është rregull numër 1. Të futesh në gojë njerëzve për keqtis që ka reklame keqe? Jo, s'është reklam. Po varet çështja e perceptimit dhe varet nga profesioni që bën. Nëse ti ke një profesion jo publik, atëherë jam shumë dakord. Momentin që unë jam personazh te pjesa e sportit, personazh e marr parasysh edhe të them unë që të dal flas budalliqe aty që të bëhem meme unë edhe s'pas kam reklam keqe. Është tjetër, po ti kur del të merr parasysh që do të flasë të gjithë mirë, do të thënë ti do ta marrësh. Ajo diskutohet, do kesh dhe kundër. Ka kolegët tuaj që e bëjnë. Ti gjykon ato, pse e bëjnë? Jo, unë flas për veten time, çfarë bën njerëzit, bëjmë çfarë të duan, po unë them. Nuk mund ta ushqesh ti si frym se di çfarë më duket budalliku më i madh që vendon ditët e sotme, media zotëri dashur, ty po të jepet një zë që të dalësh dhe për të sjellësh vlera, se tani media na ka marrë një qëllim për të ushqyer antivlera, për të shitur antimorali si një gjë që është media shumë rregull, shumë mirë Andi, që në shumë televizione kështu po ndodh, që për disa klikime ty të dalin njerëzit të bëjnë lloj budalliqesh. Kush e ushqen këtë ushqim? Ignoranca e popullit shqiptar. Jo. E para Media duhet të jetë edukativ, nuk duhet të jetë vazhdoj të ushqej ignorancë. Media është informuese. E para ne nuk mund të themi këtë ignoranca sepse është nuk mund të themi një kështu po mbizotron se duhet jemi realistë, dalim flasim këtu teorizma bukurira. Njeriu është realist në popullin shqiptar ka të bëjë me një stres njerëzish të cilët jetojnë dhe ju pëlqen. Përderisa të ndi që si strategji e shumë mediave sepse e shohin si diçka qeshke, do të thotë që është më e madhe. Pyetja është kjo, mendon që ka mungesë empatie nga ana e mediave, gazetarëve dhe mënyrën se si ata e marrin këtë lajm dhe e përçojnë, pra duke qenë se nuk mendojnë për pasojat që mund të ketë për çiftin, për familjen e tij, për fëmijët e tij. Pra ky është flasim për njerëz që kanë interes sigurisht për media. Pra nuk është mungesë empatie, është profesionalizëm. Është njësoj sikur themin e pse Daily Mail merret me çiftin mbretëror, çpunsa ata janë njerëz privat. Nuk vlen kjo, nuk vlen, sepse ke të bësh me njerëz që janë aty dhe kanë një post të caktuar dhe kanë zgjedhur, nuk është se janë bërë pa dashje ose s'kan dashur. Po flet për çiftin mbretëror, nuk po flet
vetë për këngëtarë. Njësoj është kanë zgjedhur, nuk është se ke Niveli që po krahason janë dy nivele që s'kan lidhje me njëra tjetrën. Krahasojnë tani më fal Cristiano Ronaldo që ndjerin të tjerët edhe krahasojnë me futbollistët shqiptar. Po parimisht apo flasim për njerëz publik. Përmend diçka Shumica janë që i dërgojnë lajmet vetë që i nxjerr Andi dhe unë bashkë. Unë si nxjerr ti nxjerr. Të përmend diçka. Ja ke marrë dorë. Mirë, ne jemi Shqipëri e vogël, që nuk pretendojmë marrim mbretërinë angleze. Janë shumë emisione në televizor, të cilat në vend që të promovojnë gjëra pozitive, promovojnë gjëra. Ka programe, më falë. Jo ka një kish kuptim. Edhe në këtë televizion ku jemi aktualisht, ti ke pafund programe që janë shumë edukative. Ti ke parë? Po, patjetër. I ke parë, pse nuk i promovon ti me që ti e ke zërin? Unë personalisht bëj një emision që të promovoj. S'ka lidhje drejtimi. Si s'ka lidhje drejtimi? Ka shumë lidhje. Unë thash asnjë televizion nuk e bën këtë gjë. Që nuk do thotë që nuk mund ta ngre zërin për gjëra që shkojnë. Nuk po them që asnjë televizion shqiptar gazetari showbizit. Deri ku duhet të shkosh në emër të asaj që është profesioni jot, sepse në fund të ditës kjo është për sportin, ti je i showbizit, ti e lifestyle-it apo e tjerë. Deri ku mund të shkosh sipas teje? Pa private. Unë nuk mendoj që ka një rregull. Ka një rregull, pra është shumë e rëndësishme kjo. Pra varet nga profesionisti. Ku nuk e cënon tjetrin më va. Pra po varet çfarë quan ti cënim të Ti futesh në shtëpi të shohësh si çfarë bën apo. Do të doj që ti futesh në shtëpi. Po ta hap derën vetaj, s'është nevoja dyshte. Po flasim në koncept. Në koncept nuk ka një rregull të shkruar. Ti ke parë shumë mirë raste në ekranet shqiptare që ty të merr gazetari ose moderatori, të fillon të pyet, të shikon shumë mirë që ti vihesh në siklet, që nuk do t'i përgjigjesh apo të anashkalosh atë pyetjen e tij, edhe vazhdonim shumë gozhdë sa ka të tyrë përgjigje. Jo, unë të shmangë, po ti vazhdon e rrotullon më shumë po artistë. Do të themi atë rast që ti do të vënë në siklet. Sa do themi politikanë, ka të përgjigjesh. Edhe ti me sportin. Ai do të përgjigjet deri aty se ka cënuar ty si popull, mos zotri, prandaj do të përgjigjet politikanë. Ai do të përgjigjet për çdo gjë. Se ke një qëllim të caktuar për të marrë vesh një ngjarje të rëndësishme që ka ndodhur, dhe do me patjetër ta kesh ekskluzivitetin, do ta bësh këtë gjë në deri aty ku nuk e cënoj. Atë e para nuk cënoj atë personalisht, nuk i prish atit punën dhe karrierën, se aty për një lajm ja ka prishur dikush karrierën dhe ti do patjetër që ai ta thotë. Po kjo do të gjithë dikush diku më lart se ne na ka cënuar, po kjo nuk do thotë që ti bim me sopat kokës ne. Jo, me diplomaci kemi vendosur Turan Çabalani që mos prishim Ne s'po flasim tani të nxjerrim imazhe intime që ato mund t'i kenë. Jo, se s'po jemi asaj gjë. Se në ekstrem. Ato divorce VIP ndikojnë në jetën e njerëzve të thjeshtë, pra të marrë si modele jo. Jemi gjithë dakord. Tu bjem dakord. Ti për shembull, kur ke dëgjuar Kiara Ferranjin, Fedes, ajo histori e famshme. Nuk kam qenë, më intereson Panetone. Kisha shumë djegse. Ato hajdutliqe që bëre Panetone më intereson më tepër. Ta çifti arte dhe i mirë dhe kështu e do në mendojnë që e shfrytzuan pikërisht të moment për të fshirë skandalin e madh financiar dhe e përdorën normal që po, normal këta kanë na 50 këshilltar për person që të ruajnë imazhin publik me avokat, me një mendoni se nuk i thënë çfarë të bëjnë? Madje dhe informacioni që get leaked, që thënë që del, shumë herë nxjerrin vetë. Është pikërisht kjo. Të duhet të kërkosh apo ta japin vetë? Sot? Jo, s'duhet shumë kërkim. Jo detyrimisht ta japin. Por janë lëna të green lightin që ti mund ta thuash. Po nëse jeni mirë dhe ta jap. Fatmirësia dhe fatkeqësia e profesionit tonë, dhe Ida e di shumë mirë, është që nuk ka një rregull të shkruar universal, siç mund ta kenë profesionet të tjera, siç mund ta ketë avokati deri ku e ka vinë kuqe, siç e ka psikologu deri ku e ka vinë kuqe. Ne nuk e kemi. Dhe jetojmë, literalisht jetojmë në një treg, po jo treg në konceptin që ne kemi, po treg të gjë së gjallë. Pra, si gjënde, ashtu dhe shumica prej nesh kanë vepruar, veprojnë dhe do të veprojnë. Dhe në të ardhme, unë në dalë të mund të predikoj që janë shumë gabim, bëjmë shu dhe nesër, vetëm kur të mshini duke bërë të një të kundër, dhe sa kështu kanë bërë dhe kolegë thanë, edhe përsa ko nuk ka një rregull të shkruar, kështu të vazhdojnë. Po në emër të ekskluzivitetit je gati të shesësh lajm. Por unë nuk do të fajsoja vetëm media, sepse media dhe publiku ka një partneritet të dy bashkë, edhe të dy siç marrin përfitimet, duhet marrin dhe kostot.
Qiko, është qik traume madhe për njerëzit që kanë ndërtuar idealen, kur t'i gjënë, po si unë dan këta të dy kisha aq qef. A që janë i bërë më përshtypje dhe një. Mirë, është jetësore. Ka shef në ekran, zakonisht. Për shembull ka njerëz që adhurojnë dhe Bruno. Kupton, por ka njerëz që të adhurojnë dhe ty, për shembull, që i ke fancat e tu. Atë ndiu. Ç'dishmë, është gjë normale. Prandaj nuk martohesh si Bruno se ka altë. Ose s'do të lëndoj fancat. S'do që të prishit idealin që ata... Do ikë edhe 2 muaj në Amerikë prapë, unë më duket kështu si. Gjithmonë vetë. Unë dua në fakt të kthej pak bisedën të Eriku, ai është një djalë i cili çdo ditë del dhe flet për formën fizike. Le të themi, imazhi, forma fizike, të gjitha këto hallet e kokës se si duhet humën një 2-3 kg apo 5 apo 10. Mund të përkthehen në probleme të cilat mund të çojnë edhe në divorc. Pra njerëz që janë perfekt, që duan të kenë trupin perfekt, mendjen perfekte, siluetën perfekte dhe njerëz që nuk ndjekin ritmin e tyre. Gabimi i parë është fjala perfekte. Nuk duhet të gjëmojmë perfeksionin, se edhe perfeksionin që shohim në Instagram është perfeksion me Photoshop. Se unë jam personal trainer, po përpiqem edhe ti rregulloj mendjen njerëzve, që ta shohin veten për atë që janë, jo për atë që ty të bëjnë të shohësh në media. Edhe me nusin time, unë ka qenë një periudhë mastazani që s'do të bëhet asgjë. Okej, take your time, qetëso. Por avash ajo kuptoj që ajo gjë, tu fol, nuk i bën mirë dhe Mbriti tek pjesa jote. nuk është se erdhi 100%, po ka ardhur shumë mirë dhe ashtu tregon dhe një farë respekti ndaj vetes që nuk bëhet një person përtac. Edhe plus që respekton edhe deri diku aty që se shikimi është ai që të tërheq. Me gënjy gjithë tani asnjëri të shef me herë të parë o sa trut bukur ka ky. Jo. Thoni sa syt bukur apo trupin, se çdo kush e ka diçka tani ose me gënjy. Nuk është e ke 11 vite martesë. Domethënë, pastaj vijnë tjerat. Por ajo gjëja e parë, edhe që është respekti ndaj vetes duhet të ekzistojë. Duhet të ekzistojë gjithmonë. Bukur, po e mbyll me nga një pyetje personale që t'ju jap mundësinë ta përkufizojmë dhe ta mbyllim sa më mirë. Ida, në këtë fazë të jetës ku je? E bashkjetuar në një karrierë televizive, sportive, kush do të ishte sipas teje hapi ideal i radhës që ti të jesh e qetë me gjërat që ke parashikuar për jetën tënde? Jo, hapi i radhës është thjesht të bëhe mami dhe kaq, për të plotësuar shpirtërisht. Pra ti tek ajo fazë e jetës ku dëshiron të bëhesh prit. Mam, po. Bukur. Mendoj që është arritja më e madhe e njeriut, Bukur. krijimi i familjes. Dorina, sociologe, e sapo martuar, e ardhur nga muaji i mjaltit. Ta pyes direkt nga kjo, se e rëndësishëm është muaji i mjaltit në një vend si Maldivet, në Maldive kishe qenë? Po, në Maldive. Dhe jo në Durrës? Në Për të patur një të martesë të suksesshme. Jo, në fakt është ajo pjesa ku ti e konkretizon atë dashurinë ndoshta në një vend ëndrash, nuk ka rëndësi në Maldives, në Durrës apo në Rjoll, siç i bëra edhe në Qershor, po ideja është që ti ke atë intimitetin dhe kërkon të bësh një gjë nëse e ke mundësinë, se okay, çdo gjë ka një kosto, si në Durrës, si në Rjoll, si në Maldive, po kur ti ke një dëshirë dhe është momenti i dur për ta bërë, pse jo, domethënë, por është dhe pjesa e aventurës njëkohësisht dhe e intimitetit, sepse kur je në një ishull, je aty e ke stakuar mendjen, je larg stresit, larg punës, je ti dhe partneri dhe e shihoni atë momentin. Dhe mendoj që të qenit së bashku është më e rëndësishme se ku jeni. Por ty hapi radhës gjithashtu një fëmijë, se të pash që... Pa diskutim, duke qenë se punoj kaq shumë vite me fëmijët, që pa diskutim është ajo ndjesia për ta provuar këtë pjesën. Asë mos ndarje një fëmijë solar nga Maldive. Pse jo, do ishte një bekim. Andi? Jo, nuk është fëmija hapi radhës. Jo. Shmami fëmijës. Andi, do vazhdosh të merresh me divorcet e të tjerëve? Me thënë drejtë, nuk është se jam marrë shumë. E di, këto kohë ke pas fare i fokusuar të mirë. Ato mi të qojnë vetë. Po, thjesht më pyesin pse unë doha ky, edhe aty e marr vesh dhe unë që jam ndarje. Cila është formula e artë që ti t'jesh i lumtur me veten, kur zgjedh rish me veten sipas teje? Ti si Andi, përveç shokëve, miqve, punës, njerëzve që takon jeta sepse e ke këtë, pa ai momenti ku ti vendos të rish vetëm kush është? Unë me thënë të drejtën, që me thënë, formula ime e artë, nuk besoj se do jetë formula ime e artë për dikë tjetër apo për dikë tjetër, por mendoj që duke kuptuar çfarë realisht të bën të lumtur, çfarë të pëlqen,
edhe duke mësuar që se si ti të qëndrosh me ndjesitë e tua, me veten tënde, për ta kuptuar realisht gjërat që shkojnë ose nuk shkojnë me ty, kjo mendoj që është formula e artë. Paktën mua më ka shpëtuar, unë kur jam vetëm shkruaj, dëgjoj, shoh gjërat që unë dua të shoh, kështu që kjo ka ardhur dhe me ndihmesa të tjera, ka ardhur me ndihmesën e një terapie psikologjike që ka zgjatur prej 6 muajsh, por nuk kam qenë aq rënd, jo. Jo, po të zgjedh me vëmendje dhe s'ka asgjë të keqe. Sepse gjithë kemi momente të caktuara në jetën tonë kur kemi nevojë dhe është normale që ti të kërkosh ndihmë. Pas një divorci, pas një periudhe të vështirë, mua më ka ndodhur për shembull pas aksidentit të timati, pra ka momente njeriu tërta në jetën e vet. Lumë ai që ka luksin ta kuptoj që ka nevojë për ndihmë. Se në fakt ka një rregull pa shkruar që situatat që neve ndoshta ne i konsiderojmë shumë të rënda, ndoshta janë dhe një mundësi shumë e mirë që ne të kuptojmë edhe të, si më thënë, të rrisim veten tonë një hap më lart se ç'jemi. Kështu që më vjen mirë që në këtë fazë të jetës më pëlqejnë flokët brunë më shumë se sa bjon. Edhe mua, faleminderit. Kështu që ma tha dikush. Vërtet po të shoh dhe jetë tjetër, dukesh sikur je rritur, je bërë më, do të thënë, je rritur. Nëse do të se kisha pak më fëmijë. Bruno, me sa kuptojmë ti je njëri i fortë, njëri që do të kesh frenat e jetës tënde në dorë dhe ke një gjë në mendje që është idealja jote. Shiko, ideale nuk ka, më tha Eriku, kështu që perfeksioni nuk ekziston, por se ideale ka. Ëndra jote për një, ndoshta për një familje e cila do të ishte. Atëherë, ëndra ime do ishte që gjithë atë botë që unë kam brenda të kem dikë në krah normal që ta shpalos edhe normalisht të krijoj një familje të shëndetshme, një të ardhme të mirë për një fëmijë. Unë dua të kem shumë fëmijë, dua të kem një familje të madhe. Edhe dua shumë që shumë ideale dhe gjëra si e mendoj për botën t'i ndaj me dikë, normalisht. Edhe kjo do më bënte ndoshta edhe pak më të qetë, më pak në luftë, sepse vjen një periudhë që lodhesh. Do me thënë, unë shpesh, na që gjithmonë debat, gjithmonë duke treguar që okej, kam të drejtë, ndonjëherë dua që të kem dikë që të më tregoj që e kam gabim, domethënë ta kem atje në krah dhe të jemi lumtur. Po nëse do të thënë që nuk e ke gabim, domethënë që nuk don të fliste me partnere. Të shqiptëlin kontradikt në vetë. Se unë kam të drejtë gjithmonë deri tani. me tatën, po. E kupton ka. Se këtë do toja, nuk del dot. Fragjilerët bën kështu si i fortë. Natën thoshte nëna ime mos fol asnjëherë ditën kur është me nerva natë. Tamam, në natën. Edhe ky natën do që të flas. O natës e veshi. Unë ju falenderoj shumë që sot me mua, jam kënaqur dhe me sa kuptoj është e rëndësishme të punojmë dhe të përpiqemi që të kemi një marrëdhënie të shëndetshme. Në fund fare ky është mesazhi pavarësisht të gjitha filozofive të jetës dhe mënyrave në të cilat dhe Bruno ra dakord që në fillim. Por duhet të punojmë që të ndihemi mirë. Përfundojmë këtu dhe sot me çast i dur, ne lëmë sërish takim nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.